Mbi 200 shtëpi në fshatin Çajl prej disa ditësh janë pa energji elektrike. Situata është rënduar dhe më tej me ardhjen e mërgjimtarëve në vendingje, ku pjesa më e madhe e tyre ka mbetur pa ngroje pasi nxehen me energji elektrike. Si pasojë, disa prej tyre janë detyruar të ndërpresin pushimet dhe të kthehen sërish në vendet përndimore ku jetojnë. Kryetari i Bazisë Lokale të fshatit Çajl, Jetmir Murtezani, tha se ky problem përsëritet tash 25 vjet, ndërsa nga kompania EVN, përveç premtimeve, nuk ka pasur asnjë reagim konkret në terren. Ne si fshat e kemi këtë problem gati 25 vite, por problemi më kryesor është se ardhja e gurbeqarëve nga mërgimi e shtojmë pa këtë problemin, por pagesat që janë maksimal të pagume dhe ne të njëjtin problemin kemi që 25 vite. Ne kemi bo disa ankesa, jo pak, po disa, kur thom disa janë shumë, disa vite, sidomos këtë kohën e fundit jam edhe kryetari i Bashkisë Lokale, kom pas pak presione për bashkëfshatarëve tonë, pse me të vërtet është një gjë e dobët për njerëzit, mos ketë rrim vitin 2025, vitin 2026, mos kesh rrim ende ke problem me rrimën. Ne s'kemi ku një farë përgjigje për atine, dhe me thonë kemi pas takim me drejtorin, kemi pas me nëndrejtorët, kemi pas me shefat e reparteve, dhe me thonë që udhëheqin atë sektor. Ne nuk kemi kur një farë përgjigje. Realisht, ne ka disa ditë që jemi çdo ditë parim. Ai paralajmëroi se nëse problemi nuk zgjidhet në afaca më të shkurtër, banorët do të organizojnë protesta, përfshirë bllokimin e rrugëve dhe ndalimin e punës së ekipeve të EVN-s në terren. Me të vërtet shumë problem kemi, i ftoj, nëse nuk marrin masa brenda aktive ditëve, ne si Bashki Lokale kemi organizuar protesta masive, ndërprerje rrugësh, problem në për trafo, do me thonë këto i thonë personalisht me vetdije dhe me përgjegjësi, si kryetari i Bashkisë Lokale, se ne do të kemi probleme me punonjësit e EVN-s. Shkaku se 25 vite nuk marrin masa. Sipas Murtezanit, përveç anvisrive, dëmet të mëdha u janë shkaktuar edhe bizneseve lokale. Sektor privat, kam një firmë vogël, une vjetore paguaj dikun 15.000 euro në vit, rrim, ndaj shtetit, unë jam ai pari person i cili s'kam rrim. Do me thonë, unë jam konsumatori më i shtrenjtë këtu në fshatin tonë, unë nuk kam rrim. Problemet i kam edhe verës të firma, edhe të shtëpia, çato probleme janë 25 vite afër. Ditëve të fundit e shumë vend banime në maqenin e Veriut, veçanërisht në rajonin e Pollogut, kanë mbetur pa energji elektrike, duke shkaktuar shqetësime të mëdha te qytetarët.